Integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor duhet të realizohet vetëm duke u bazuar te merita. Kështu është shprehur kreu i Demokratëve Sali Berisha gjatë takimit me kryeministrin e Kroacisë, Andrej Plenković, teksa ishte pjesë e forumit të Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar në Zagreb. Gjatë bashkëbisedimit me kryeministrin Plenković, Berisha informoi atë për qëndrimet e opozitës mbi qeverisjen e Shqipërisë. Diskutuam gjërësisht për bashkëpunimin e mundshëm midis dy partive, si dhe për gjenjen në Shqipëri, kushtet të cilat ndodhet opozita shqiptare, aktet represive të regjimit ndaj opozitës, por dhe ndaj qytetarëve shqiptarë. Ndërkohë Plenković rikonfirmoi mbështetjen e Kroacisë për Shqipërinë dhe për procesin e integrimit evropian, duke nënvizuar gjithashtu rëndësinë e një procesi të bazuar në merit. Gjatë qëndrimit në Zagreb, Berisha takoi dhe presidentin e Forumit të Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar Stefan Harper. Takimi me presidentin e IDU-s, ish kryeministrin e Kanadas, një personalitet i shquar, Stefan Harper, me të cilin më lidh një njohje e vjetër dhe një miqësi me të, diskutuam gjërësisht dhe ram dakord për një bashkëpunim në rritje midis Partisë Demokratike dhe IDU-s në kuadrin e antarësisë në këtë organizatë që kemi. Teksa rikonfirmoi mbështetjen e Forumit të Bashkimit Demokrat Ndërkombëtar për Partinë Demokratike, Stefan Harper vlerësoi si zhvillim pozitiv faktin që qytetarët shqiptar mbeten fuqimisht pro NATO, pavarësisht zhvillimeve politike në Shqipëri. Gjatë qëndrimit në Zagreb, Berisha së bashku me kreun e Partisë Republikane Fatmir Mediu u takua me ish-presidentin e Kroacisë Stefan Mesić. Gjatë takimit ata falenderuan Mesić për mbështetjen e vazhdueshme ndaj kombit shqiptar. Kryedemokrati Berisha u shpreh kritik për situatën aktuale në vend. Nga ana tjetër, ish-presidenti Mesić theksoi se shqiptarët duhet të ndjekin çdo rrugë demokratike për të përballur me sfidat dhe për të kapërcyer situatën e vështirë me të cilat përballet vendi. Berisha u takua dhe me ministrin e jashtëm të Maqedonisë së Veriut, me të cilin diskutuan mbi thellimin e bashkëpunimit ekonomik dhe rritjes së shkëmbimeve tregtare, të cilat të dyja vendeve u shërbejnë për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.